Mirëmëngjes nga Korça, një diell i bukur, një ditë e bukur. Jemi nëpër rrugicat e Korçës, atje ku natën dalin pianecët tek tuk, një këtu, një atje, ata që pinë të harrojnë derisa harrojnë pse pinë, të dashuruar. Korça thonë që ka më shumë dashuruar për metër katror nga çdo vend i Shqipërisë, edhe këndojnë për dashurinë, këndojnë, e kur ndahen këndojnë për ndarjen, pastaj serenata të vut deri në 4 të mëngjesit, edhe vinë shtrihen pak këtu, rrin pak më tutje, pak më tej. Mbase jo për të dalë pia, po për të shijuar edhe rrugicat e bukura. Natën kjo gjëja, kurse ditën kalon diell shumë i mirë, njerëz shumë të bukur, kalojnë dorë për dorë, mosha e tretë siç e shikon atje. Nëse kjo nuk është një deklaratë dashurie, ç'mund të jetë një deklaratë dashurie, domethënë. Edhe nëse je me fat, në ndonjë dritare shtëpie mund ndihesh dhe aromën e ushqimit që bëjnë gratë duararta të këtij vendit këtej. Korça si përfundim është vend poetik, jo thjesht vend i bukur. Shiko tani, ja. Po s'është kjo dashuria? Më thuaj ti mua çfarë është dashuria me pak fjalë. E thon këta me serenata, do thuash ti, e thon me pamje, me gjëra të bukura. Ja, zojt cicerojnë, edhe zojt, di pse cicerojnë? Se janë të dashuruar, kërkojnë nuse, ndaj cicerojnë. Kështu është. Në këto rrugë fiks këtu, në të gjitha këto rrugët, kudo që të vesh humbet. Thua ku jam, thua. Po të vetë e këtej nuk e di, po të vetë e këtej shiko rrugë tjetër. Super rrugë, western, kjo është për të bërë film. Rruga tjetër këtej nga ana këtej. Po, çdo tjetër nga jeta ti, shiko. E ti thjesht të gjithë të e përfiton duke dalë një xhiro në Korçë. Azi më tepër, s'është e thënë të bësh ndonjë gjë. Nuk është e thënë të bësh asgjë, thjesht del një xhiro në Korçë. Unë ju ftoj nëse dëshironi të ndjeni Korçën e vërtet, të dilni një xhiro, të jeni një sy nga dera në derë, nga shtëpia në shtëpi. Shikoni pamje të ndryshme, balkone, mure, dyert, këto dyert tradicionale që ka çdo gjë që ka. Shihemi në Korçë.